si shtet që mbështet terrorizmin, ndërkohë vendet e Bashkimit Evropian me të drejtë kanë shpallur Gardën Iraniane Revolucionare si organizatë terroriste për hir gjithë atyre të rinjve të reave që kanë protestuar në sheshet e Tehranit dhe janë përballur me represionin e regjimit. Sidoqoftë do ishte në nderin e këtij kuvendi dhe në nderin tuaj që në anën e duhur të ishit jo vetëm kur është në interesin e më të fortëve, por edhe kur bëhet fjalë për të mallkuarit e kësaj bote, siç thoshte Frantz Fanoni. Sepse nuk ka hipokrizi më të madhe se sa të na paraqisni këtë rezolut ndërkohë që kryeministri juaj dhe për turpin tim e gjithë shqiptarëve edhe yni, shkoj dhe unë në gjunjë përballë Benjamin Netanyaut, një njeri i cili ka një urdhër arrest nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, dhe i cili e përdori shtetin e Izraelit për të masakruar 70.000 civil palestinez, ndër cilët 20.000 fëmijë. Kjo rezolut në fakt duhet përmbante edhe kërkesën për dhënien fund të një konflikti dhe të një lufte, pas një logjik, pas një plan, pa objektiva të qartë, por me pasoja të rënda ekonomike dhe destabilizuese për rajonin dhe botën. Është një luftë jo e nisur nga NATO-ja, që nuk mbështetet nga asnjë prej vendeve të Bashkimit Evropian dhe nuk ka marrë miratimin as të Këshillit të Sigurisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe as të Kongresit Amerikan. Ne në Lëvizjen Bashkë kemi denoncuar represionin e shtetit iranian ndaj popullsisë vendaseve këtu e 15 vjet shkuara, kështu që vazhdojmë ta denoncojmë, sidoqoftë që të jemi serioz, do duhet që para se të na paraqisnit këtë rezolut, të kishit miratuar para pak muajsh rezolutën që dënon gjenocidin e shtetit serb ndaj Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kapri. Faleminderit, zoti kryetar. Kjo rezolut do të merrte shumë kuptim nëse kjo qeveri do të ishte vërtet perëndimore dhe do sillet si perëndimore para se të silte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të njëra pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezolutat të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendojnë që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar, parlamentin madje, dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Edhe nëse do e kërkojmë mbledhjen, do kuptojnë që çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e akshit e të tjerë, me marrjen e të dhënave nuk na ka bërë Irani. Se flasim ne në luftën kundër lindjes, por Senati Amerikan thotë që Kina pas ka rritur me 23% tregtin me Shqipërinë vitin e kaluar. Çfarë vendi perëndimor është ky? Nuk rriten bizneset amerikane, rriten bizneset e Kinës. Në fakt, çfarë u bëhet shqiptarëve këtu ngjan shpesh edhe se çfarë u bën ajo garda iraniane popullsisë së vet atje. Ja u them unë, luajë ta mbaroj. Ka 2 muaj që ndodh një protest në një fshat katolik të Shqipërisë për të drejtën e pronës. A e keni parë videot dhe fotot, zonja dhe zotrinj, se si polic privat me kapuç të zinj dhe shkopa gome rrahin banorët tamam si gardianët iranian islamik. Asnjë për jush nuk ka folur për të. Edhe janë shuar për drejtën e pronës. Dhe ju flisni për një Shqipëri perëndimore. Dhe në fakt, Shqipëri perëndimore që çmimi i naftës rritet pa u bllokuar ngushtica e Hormuzit, apo ku njerëzit dunohen pse ecin me monopatina, dhe ç'është më e rënda që po fole për to çështje, po fole për të drejtat e njerëzve në këtë vend, përjashtohesh nga parlamenti. Kjo nuk është Shqipëri perëndimore. Dhe ç'është më e rënda sërish, zonja dhe zotrinj, nëse ne do të ishim vërtet një vend që do ishim afër perëndimit, nuk do vendosnin mbrojtje politike siç bët me zonjën Balluk. Shqipëria sot është më larg nga perëndimi se asnjëherë më përpara dhe kjo bëhet vetëm për fatin politik të Edi Ramës, i cili tashmë ka vendosur që integrimi i Shqipërisë të mos kalojë nga Brukseli, por të kalojë nga Beogradi. Kjo është fatkeqësia juaj dhe maxhorancës tuaj ilegjitime tashmë. Faleminderit.
Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Partia e Lirisë, zoti Blushi, nuk ndodhet në sallë. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim, zoti Fatmir Mediu, nuk ndodhet në sallë. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, nuk ndodhet në sallë. Kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, zoti Balla, e mbajti fjalën e vet. Fjala për kryetarin e Komisionit Çështjeve Evropiane dhe Politikën e Jashtme, zoti Igli Hasani. Zoti Hasani, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar. Të nderuar kolegë deputet, sot Kuvendi i Shqipërisë po diskuton një rezolutë që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare të vendit tonë dhe me rolin që Shqipëria ka zgjedhur të luajë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Rezoluta që kemi përpara lidhet me veprimtarinë e Republikës Islamike të Iranit dhe me përdorimin e instrumenteve terroriste dhe hibride për realizimin e objektivave të politikës vetjashme. Prej vitesh, raportet dhe vlerësimet shumëta ndërkombëtare kanë dokumentuar mbështetjen e strukturave shtetërore iraniane për grupet armatosura jo shtetërore, si dhe përdorimin e strukturave proxy për të ushtruar ndikim dhe presion në rajone të ndryshme, përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor, përfshirë dhe vendin tonë. E këto zhvillime kanë qenë në qendër të tensioneve të rëndësishme ndërkombëtare dhe kanë kontribuar në një klimë pasigurie në disa pjesë të botës. Për Shqipërinë, siç e tha dhe zoti Balla, kjo çështje nuk është vetëm një debat gjeopolitik. Në vitin 2022, institucionet e Republikës Shqipërisë u përballën me një sulm të rëndë kibernetik ndaj infrastrukturës shtetërore, ishte një akt i paprecedent ndaj një vendi antar të NATO-s dhe ndaj institucioneve tona demokratike. Hetimet dhe vlerësimet e partnerëve tanë ndërkombëtar e lidhen këtë sulm me Republikën Islamike të Iranit. Kjo ngjarje dhe shumë të tjera që kanë ndodhur që nga ajo kohë tregojnë qartë se kërcënimet ndaj sigurisë së shteteve sot nuk shfaqen vetëm në forma konvencionale, por edhe përmes operacioneve kibernetike dhe mjeteve të tjera hibride që synojnë të targetojnë institucionet dhe funksionimin e tyre. Nderuar kolegë, rezoluta që diskutojmë sot synon të shpreh qartë qëndrimin e institucioneve të Republikës së Shqipërisë kundër këtyre praktikave dhe të rikonfirmojë përkushtimin e vendit tonë ndaj luftës kundër terrorizmit dhe ndaj mbrojtjes së rendit ndërkombëtar bazuar në rregulla. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të theksohet se ky qëndrim nuk është i drejtuar kundër popullit iranian. Shqipëria ruan respekt për popullin, historinë dhe qytetërimin e Iranit. Rezoluta jonë lidhet vetëm me veprimet e strukturave dhe institucioneve që përdorin terrorizmin, dhunën dhe presionin ndaj shteteve të tjera si instrumente të politikës tyre të jashtme. Shqipëria e ka bërë qartë në mënyrë të vazhdueshme se siguria e saj kombëtare dhe integriteti i institucioneve tona demokratike nuk janë të negociueshme. Sulmet ndaj institucioneve të një shteti sovran nuk mund të relativizohen dhe nuk mund të kalojnë pa asnjë përgjigje, dhe rezoluta që kemi sot përpara është pikërisht një shprehje e qartë e kësaj përjetësie. Duke miratuar këtë rezolutë, Kuvendi i Shqipërisë, ne të gjithë bashku rikonfirmojmë se vendi ynë do të vazhdojë të qëndrojë krah aleatëve dhe partnerëve në mbrojtje të sigurisë, stabilitetit dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Për këtë arsye, ashtu si dhe kolegu im Balla, ju ftoj ta mbështesim këtë rezolutë. Faleminderit. Faleminderit zoti Hasani. Tu mbyllen diskutimet, kalojmë procesin e votimit për projekt rezolutës. Hapet votimi për prezencën. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 79 deputet prezent. Vazhdojmë me votimin e projekt rezolutës për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. Votimi është i hapur. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër. Projekt rezoluta miratohet. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës do të njoftohet sipas rregullores. Ju falenderit.